Përshëndetje, shikues të nderuar, në podcastin e kësaj jave kena një mysafir shumë të veçantë. Ai është deputet i Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e kaluar, garan edhe në këto zgjedhje për të fituar mandatin e deputetit në kuadër të listës së lëvizjes vetëvendosje. Përballë meje është doktor Naim Bardisi. Doktor, mirë se erdhe. Mirë se ju gjegëzmen, faleminderit për E keni pas kalumja jote, karriera jote është pak më interesant se shumicës deputetëve të tjerë. Nuk po them që është më e veçantë në Kosovë, por për mua ka qenë interesante kur e kam lexuar biografinë tuaj. Fillimisht si profesionist shëndetësor e keni ushtruar profesionin në Gjermani vitet e 90-ta, mandeni këtu në luftën e OÇK-s, keni qenë për shumë vite në TMK, në Ministrinë e Shëndetësisë, edhe tash në politikë. Çfarë ju shtyni mas gjatë kësaj karriere ushtarake shëndetësore të merrni me politikë? Faleminderit edhe një herë shumë për mundësinë ngazmen. Arsyeja pse tash jam në politik mund të jetë ndoshta fakti që disa rrethana dhe kushte janë pjek, po ndoshta edhe vetë si personalitet jam pasuru me dije të mjaftueshme që të shërbej hartimit politik e vendit në Kuvendin e Republikës. Ndërsa arsyeja pse jam edhe në listën vetëvendosjes të cilës i prin kryetari i lëvizjes dhe kryeministri i Republikës zoti Albin Kurti është për shkak se unë personalisht besoj shumë në liderin e partisë, në liderin e lëvizjes. Ndërsa ka shumë njerëz që i vlerësoj, ka edhe njerëz që unë me përulje i vlerësoj dhe këta më kanë inkurajuar që t'i futem kësaj rruge me qenë se mund t'i kontribuoj akoma vendit. Nëse kësha me përmbledh me një fjali që shtë thashtë edhe në hyrje karrierën tonë edhe veprimtarin tonë, që shë kësha përshkru? Jo me patjetër një karrierë të cilën e kisha menduar në fillim ose të cilën e kisha paraplanifikuar. Rrethonat ma kanë imponu mirë, po ajo kryesorja që më ka dirigju karrierën time profesionale është nevoja për të shërbyer vendit. Shumë pak muj zoti legislatura kalu me Kuvendit. Qyshe për pak sta muj, nuk është edhe deputetëve ju kanë dhonë shumë mënësia, po tash brenda institucioneve që kesin, qyshe punën e Kuvendit. A e qyshe kështë paramenua, e pak më ndryshe? Pa në parim, për dire sa isha sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë, në është dhonë mundësia edhe të konceptojmë edhe punën e Kuvendit, ndërsa edhe të kemi bashkëpunimin e përafërt. Po më duhet të jemi sinqert dhe që them të drejtën se ajo është prapë mbetet një percepcion nga jashtë, ndërsa të qenit brenda në Kuvend është natyrisht më ndryshe. Ti jesh pjesë e legjislaturës, ka qenë një nder i madh, puna më fisnike që më është besu nga vota e popullit dhe jem ndje më i nderuar në jetën time të jem i nderuar dhe i votuar nga populli të përfaqësoj në Kuvendin e Republikës. Parimisht si individ dhe si karakter jam i tillë që funksionoj nëpër sisteme. Nuk është se për çdo debat kam tentuar të marr fjalën dhe nuk e kam marr fjalën, përveç nëse më është kërkuar nga ana profesionale, mirë, por anën profesionale zbatoja në komisionin parlamentar ku isha antar për shëndetësi. Kështu që parimisht është... Ajo mbrana Kuvendit na i shohëm, për shembull, grupet parlamentare shtyhen ka pak në vete, bojnë politika, populli kështu e koni parë përshtypje se ndër vite, edhe na person sa këta dojnë më bokërsh në vete, po është edhe ajo pjesa tjetër ku shumë për deputetëve edhe të partive ndryshme komunikojnë lëshën, hall, bëfej. A është ajo atmosferë e mbrëmshmet edhe jashtë sallës? Percepcioni për agresivitetin e deputetëve në Kuvend vërtet nuk është real, për arsye se është e vërtet gjakrat nxehen në ato debate mirë, po që natyrisht se në hollet Kuvendit nuk jemi armiq. Është ashtu në futboll kur dilsh jashtë fushës që njerëzit folën normalisht. Jemi kundërshtar politik, kaq. Po kthehemi edhe herë televizja vetëvendosje, kur vendose me garun në zgjedhjet e 28 dhjetorit, edhe tash. A ma shumë ke besu të koncepti i vetëvendosjes si projekt politik, a të leadershipi Albin Kurtit? Unë nuk mu i ndoj këtu. Ndoshta jem bashkë, ato po pi perspektives tem. Bashkën, e thash që edhe më përpara që unë e besoj të lideri, dhe gjatë punës time si sekretari përgjithshëm, më ka ra të punoj dhe bashkëpunoj
me ministrin e çmuar, doktor Arben Vitia, po edhe me kryeministrin e Republikës, zotin Kurti, dhe konsideroj se programi zhvillimor ose plani zhvillimor i Kosovës edhe programi i qeverisës në përgjithësi janë ide që burojnë prej ideologjive socialdemokrate ose socialiste. Unë personalisht konsideroj veten të majt në politika, buroj edhe prej familjes që jemi të majt, dhe po, përgjigja është e shkurt, nuk më ndaj liderin prej programit. Po edhe 10 ditë jena në zgjedhje kështu praktikisht gati, cilat janë prioritetet e vetë venduses, po edhe tuat si deputet që pret mi shty gjatë legislaturës të ardhshme? Kryeministri i Republikës dhe kryetari i Lëvizjes, zoti Albin Kurti, në sonën 1 tetori pardje, e shpalosi programin qeverisës dhe zotimet për mandatin e ardhshëm të qeverisë Kurti 4. Këni mund të shihni edhe nga përvojat jetësore dhe mosha që e kemi gazmend, na e kemi pa edhe e kemi përjetu se pa siguri nuk ka as zhvillim ekonomik, nuk ka as mirëqenie sociale, as nuk mund të ketë shëndetësi e arsime ku diun. Na e kemi përjetu gjatë luftës, as kemi mujt arsimin me zhvillu, as nuk kemi mujt gjatë luftës, edhe shtëpitë kur janë djeg, janë renovu, janë djeg prap, kështu që siguria për unë konsideroj se gjatë qeverisë skalume po edhe në zotimet për të ardhmen, siguria është prioritet mbi prioritete. Po ndërsa nuk lihen anash qa pret me pos ndryshime? Sa i përket shëndetësisë, ato që janë të reja dhe shumë të rëndësishme, që e prekin thelbin e reformës në shëndetësi, është ligji për çmimet tavan të barnave, ligj ky i cili ka munguar Kosovës. Këtë ligj nuk e ka pas në Evropë vetëm Kosova, nëse e konsiderojmë Belorusin në Evropë, atëherë edhe Belorusia, ndërsa të gjitha shtetet tjera e kanë pasur. Domethënë ndikimi i ekonomive paramilitare të quaj kanë qenë e kanë pamundsu hartimin e një ligji i cili në mungesë të tij ka dëmtuar rënd xhepat e qytetarëve. Tjetra është ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, i cili edhe pse ka qenë në fuqi në vitin 2015 nuk ka gjetë zbatim. Sidomos skema e banave jashtëspitalore është ajo që ka vujt më shumti edhe e ka detyru qytetarin me dhënë shumë para nga xhepi në shëndetësi, konkretisht me blerjen e banave. Këto janë edhe për llogaritja kombëtare në shëndetësi, të cilën na e dëshmon me fakt këtë që e thash, nga paratë e xhepit që shpenzon qytetari brenda vitit që përbëjnë rreth 40% të shpenzimeve totale në shëndetësi, nga GDP-ja është totali dikon rreth 3% e parave publike që shpenzohen në shëndetësi, dhe prej atij 40%-shit që shpenzohen për shëndetësi nga xhepi i qytetarëve, 8 gati janë që shkojnë për blerjen e banave. Kjo me siguri që ka ndryshuar dhe do të ndryshojë. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor mundson që së shpejti qytetarët, të cilët kanë nevojë për me ble barna, e që aty ne është vu tavani, do të kenë mundësi, po shpresoj shumë shpejt që me letër njoftim në secilin barnatore private, e cila do të jetë licencuar. Kur pret me kon funksionale për krejt qytetarë që ka pret në përfundum rana mandatet të arshëm. Me nuk jam mësu shumë të flas për afate, edhe të e njoft mirë administratën e shtetit, edhe pengesat e zvarritjet, dikun mos profesionalizmin, edhe në përgjithësi të e kalkulu rrezikun. Unë e them që në një vit i duhet deri sot krijohet infrastruktura ligjore, sekundare, domethënë nxjerrja e akteve që burojnë prej ligjit për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, më të rëndësishme janë udhëzimi administrativ për kontraktimin e barnatoreve private dhe rregulloria e cila i përcakton kriteret dhe standardet për përcaktimin e skemës banave jashtëspitalore. Mandej sistemet elektronike, ai fondi i sigurimeve shëndetësore është në vend, është receta elektronike gjithashtu. Këto sistemi janë të ndërlidhura me sisteme tjera ekzistuese, që është sistemi informimit shëndetësor, sistemi i bankës qendrore, i regjistrit civil, i agjencisë tatimore të Kosovës, kështu që mendoj që infrastruktura një pjesë është e rregulluar, pjesa ligjore dhe mandej do të zbatohet. Po shpresojmë rana viti afati optimal për fillimin ose zbatimin e skemës banave jashtëspitalore. I kam edhe një 2 pyetje për shëndetësi, edhe tani do më kalu në pjesë tjetër. Për 6 vite apo 8 keni qenë sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë. Për 8 vite. Për 8 vite.
cila ka qenë sfida më e madhe gjatë ushtrimit të funksionit në kuptim të lehtësimit jetës qytetarëve edhe të funksionalizimit të shëndetësisë në përgjithësi? Sfida më e madhe ka qenë jo profesionalizmi në administratë, mandej që besa edhe dyshimet në korupcion për individ edhe grupe, në administratë dhe të lidhur me grupet e interesit, këto kanë qenë problemet më të mëdha. Jo profesionalizmi gjithashtu paraqet një problem të madh, sepse e ngadalson administratën. Administrata si një mekanizëm i madh i shtetit, edhe ashtu lëviz ngadalë, edhe në shtete tjera. Ndërsa nëse ka elemente të korrupsionit afër ose në periferi që interferon dhe ka elemente të nepotizmit po edhe të jo profesionalizmit, atëherë i mbetet bare një grupe ose një pjese të administratës për të kryer punë dyfisht. Domethënë kjo është ajo që ngadalson ose ato sfida që i kum pa mas shumti në administratën e shtetit, domethënë të shërbyesit civil. Nëse që shtomën e kanë herë dhe mosapër të tjerë, nëse kështë pos një pull, një sus me prejk, edhe ishë vendus për i teja, qa kështë ndryshu në shëndetësi me cilë menën që me një veprim kështë me pos efekt shumë të madhë në reformimin e sistemit shëndetësor. Me qenë se e përmendet pullën, në po mundohem të jem strikt i shkurt, unë mendoj që pagesa e mjekve për performancë në volum, cilësi dhe sigurit shërbimeve, do të ishte qelësi për zgjidhjen e shumicës problemeve në sektorin e shëndetësisë. A ko Kosova plan, kur e përmend mjek, a ko Kosova plan qysh me nol që emigrimin e mjekve jashtë Kosove, që po shkojnë se tash, edhe Gjermant po shkojnë ka Amerika, ka Australia, ka Kanada, që po ko është vendusje natyralet profesionistëve shëndetësor. A mundëm nësta profesionist me bo diçka për ta, edhe mi ja bo ma të favarshve në Kosovë se me shku në Gjermani. Në botën bashkohore, njëtë si term turizm mjekësor, ki edhe migrim të mjekve, po edhe migrim të pacientëve. Ta zonë Republika e Turqisë me reformat që i ka pas në më shumë se 2 dekada, njëtë si një prej reformave më të mëdha globale në shëndetësi, dhe prej një sistemi ku nuk ja kanë dalë as të ofrojnë shërbimet bazike për shtetarët e vetë në Republikën e Turqisë, sot e kemi një shtet me një sistem shëndetësor shumë efikas deri në 2 milion turist, do më thonë deri në 2 milion qytetarë të shteteve tjera që marrin shërbime shëndetësore në Republikën e Turqisë. Migrimi është një diçka që duhet ta shfrytëzojmë si vlerë të pasur. Kemi shumë kuadro që përkundër migrimit kthehen në Kosovë, ata e bin edhe përvojën e shteteve të mëdha. Ju e dini që na si vend i vogël e kemi pothuajse të pamundur që të bëjmë zbulime shkencore të atyre për masave që tjerë të mësojnë nga ne. Kështu që shumë zbulime shkencore dhe avancimet në fushën e mjekësisë, po sidomos asaj teknologjisë informative që e ka revolucionarizuar edhe një herë shëndetësinë, duhet i marrim nga jashtë dhe t'i aplikojmë me koherencë në politikat tona. Kështu që kontrolli i migrimit është me faktin që ne i shtojmë kuadrët të cilat do t'i përgatisim edhe duke siguruar trajnime, mundësi për karrierën dhe sigurinë sociale për profesionistë shëndetësor në mënyrë që të jetë i menaxhueshëm ose i kontrollueshëm migrimi. Të ndalet nuk do të mundet asesi. Doktor, kështu kur është puna të byrokracia, të funksionimi i administratës e sistemet shëndetësore në gjajshëm, zakonisht na i na mësu kena ankesa, s'po funksionon këtë mirë, s'po na trajtojnë këtë mirë, na kena familjarë ton jashtë në mërgat. Tash, familjarët e mi mësujnë që mi dhim dora, krohu, shpina, koma, tash do të mi bo ata një termin, një 3 javë ose një muj për me shkut e mjeku. Të na, me si sistem shëndetësor, qysh është ndërtuar prej mas luftët, shkan në QKMF, në spital, në QKUK, na shta ka njëherë edhe pi egzagerojna kritika ndaj profesionistëve shëndetësor, sepse shërbime mu i morrëm shumë shpejt. Zakonisht edhe në ku i kam vrejtjet është të mënyra shtretëre që është organizuar në sene, për pacient që rrinë spital është pak ma e vështirë mirë, po që adishta me thonë është se ka pak i kena targetu këza shumë këta mjekë se shërbime ma të shpejta shëndetësore, se që me mërë në Kosovë, që të bazike denë që ku shkanë për 24 orë krejti merë.
api sulmojna shumë si qytetar mjekt? Jënë të dy anshme. Në njërën anë mendoj që po pak i juhimin hak, dhe për profesionistëve shëndetësor marr parasysh faktin që trajtimet e ftofta, rastet e ftofta ose të planifikueshme vërtet nuk është se presin mesatarisht më gjatë se sa ato që presin në ndonjë vend tjetër evropian. Sa i përket rasteve emergjente dhe rregullimit të një strukture të mirëfillt të trajtimit të rasteve emergjente, aty akoma kemi hapësirë për të përmirësuar. Kjo është ajo që konsideroj. Ndërsa çka ne duhet të bëjmë në sistemin tonë, ne kemi edhe evidenca që dalim prej raporteve të bërë nga ekspert ndërkombëtar evropian, të investuar nga Western Balkan Investment Framework, dhe kemi pasë ne kemi problem me strukturën, sidomos të sistemit dytësor dhe tretësor shëndetësor, me strukturimin edhe reformën e cila duhet ndërmerret me rekomandimet po të atyre raporteve të cilat po i ceki bazuar po ashtu në ato evidenca. Do më thonë, në strukturën ekzistuese ne kemi personel në numër më të madh, çka e parandalon shfrytëzimin efikas dhe eficient të burimeve njerëzore në sektorin e shëndetësisë. Kështu që janë hapa për të marrë mirë, po gjithherë ndryshimet e mëdha që mund të bëhen në cilin do sektor qoftë, në cilin do vend qoftë, duhet bërë me kujdes të madh, edhe për kundër faktit që i kalkulon shumë rreziqe, rreziqet e paparashikuara rrugës do t'i ndeshës gjatë reformës, edhe ato nuk guxojnë të kenë impakt negativ zakonisht në shëndetin publik. Zakonisht si ko shumë këse punëtor se merren me administrat, një të merr shënimet, kanë hyrje, një dalje, këse punëtor me kemik në dorë, e ja infermiera si ofrojnë atë kujdesin pacientit që është e shtrim. Një prej problemeve është ky. Pse është ky prej probleme? Për shkak se na kemi pas probleme në digitalizimet në përgjithësi në shëndetësi. Tashmë kemi bërë edhe aty një studim të bëshmërisë nga një organizatë ndërkombëtare e financuar prej fondeve të huamarrjes, dhe ky studim i bëshmërisë na i ka dhënë rekomandimet konkrete se si duhet procedojmë me digitalizimet. Po më duhet prap t'i kthehem faktit që thash më parë te ajo pulla, që pagesa në performancë e mjekëve është çelësi dhe i përdorimit sistemeve. Pse po e them këtë? Shumica edhe e medjave, as që e kanë ditë se na kemi disa sisteme ekzistuese. Dhe problemi është që nuk përdoren, nuk është pse nuk janë ato sisteme. Mund t'ju them për shembull sistemi për mbikëqyrjen e sëmundjeve nxitëse dhe paralajmërimin e hershëm. Një vit nuk është përdorur fare. Një vit nuk është përdorur. Domethënë këtu kanë dështu, përdorues sistemit kanë dështu, mekanizmat e kontrollit, asnjëherë s'u ka raportuar kërkush për shembull si sekretar më thon, sekretar edhe për kundër faktit që ky sistem u validu dhe u certifiku, u pranu prej neve, nga operatori ekonomik si final, nuk është ka përdoret. Momentin që unë e kum brejt, e që rastisht e kum brejt, jo pse më është raportu direkt, atëherë ku marrë veprimet, edhe së edhe sistem është ka përdoret. Mirë po, një vit mos më u përdor një sistem, kjo është një shaj. Dhe ma mungon incentiva për përdorusit. Ndërsa incentiva është tepër e madhe për mos përdorim, nga njerëzit kompetent, për faktin se shumica e profesionistëve punojnë, sidomos mjekëve edhe në sektorin privat dhe publik. Kështu që digitalizimi, do më thonë, mujna mi ban nëse e shton si incentiv pagesën performancë, nëse mu si mjek më pagun në bazë të volumit, po dhe në bazë cilësisë që ofroj shërbime shëndetësore. Çka i bjen kjo? I kam 3 pacientë, mirë po nuk jom gut mi bë ka 2 minuta ata pacienta kontroll. Po i kum bërë sa duhet për arsye se nëse i njëjti pacient më vjen mas 10 ditë për të njëjtin problem, atëherë ti mi hek prej performancës, çka më bën mu vigjilent, që mos me do shumë pak kohë për pacientin, me do kohën optimale, me ofru shërbimin cilësor edhe të sigurt dhe me u pagu për te. Kjo është ajo që mendoj që e bën tani edhe i largon këtë administratën e tepruar. Hajde prej shëndetësisë po kthehemi pak te vitet e 90-ta dhe te nisja e karrierës tonë. E kom lexuar se e kon në Gjermani si refugjat si krejt mërgjimtar tonë atje, ke ushtru pak a shumë profesionin shëndetësor atje, si profesionist shëndetësor, ke studiu Gjermani dhe për një moment vendosme këtu në Kosovë në vitin 1998 luftë. Qysh ke caj vendim që morë prej çka u inspirova? Vendimi ka qenë i lehtë. Për shembull,
prej bazës, prej familjes, prej nga vi, nuk është se nuk e kemi sfiduar sistemin pushtus, edhe rritesh në atë frymë. Që besa edhe vrajat i kemi pas prej sistemit. Dëmet që na i kalon sistemi, do më thonë, si familje, kështu që mundësia për me u kthy në vend temin, që është ma ka thonë edhe nona Rahmet pas shoqër që ja ardhë me marrë hak. Kështu që një prej atyne u konë me shërby venit. Po për shkak të sakrificës së brezave tonë që në cilën muaj e këty doktorën Kosovë, 98-ën? Unë jam kthy në muajin maj. Ne kemi pas me një shok që kemi jetuar atje, kontaktin përmes një prej figurave eminente të ushtrisë rimtare të Kosovës, edhe komandanti, do më thonë, nuk na ka njoftu neve, edhe pse na ka premtu se do të na njoftoj një ditën e nisjes, ka qenë fundi i marsit, për faktin që shoku im i ngushtë ka qenë familjari komandantit. Dhe komandanti për faktin që të rritë vriteshin në brezin kufitar, gjatë tentimit të hyrjes së ushtarë të ushtrisë rimtare të Kosovës, dhe për mos me marrë këtë barë, a i ka shku dhe e kalon një numër telefonin në Tiranë. Na deri sa u riorganizum vetë, unë me 3 shok tjerë, dhe shkum në Tiranë, edhe mbetimin, u ofrum në Kuks, Vlanet Sahan, deri sa u armatësëm, hymë në kufi, patëm fatin e keq, mren pat natë, na vranë 2 apo 3 shok, 10 të tjerë na u plagosën, kështu që sfidat filluan që në orët e para për mua si person. Në kufi, gjatë kalimit kufinit. Kjo ka qenë fundi muajit fillimi i qershorit. Fund muajit kemi më rrinë Tiranë 98. Prapa të mi ushtru profesionin, fatkeqësisht më prit. Po, fatkeqësisht po, aty më marrë me triazh, me reanimacion, për arsye se patëm shumë të plagosur, ndërsa të vrarët që nuk janë përmend fare, as që kemi mujt me identifiku, për shkak se ka qenë ora dikun 2:20, 2:30 e mëngjesit, dhe nuk kemi mujt as me i po, veç ma ndej që kemi po prej medjave serbe, kufomat e kështu me radhë. Ndërsa kush është përmendi plagosur e kemi marrë me veti edhe e kemi tërhiq. E përmende komandantin, thë na kalon numrin, s'ka dosh me na marrë me veti, pa ka shumë me na rujt. Për kam bëhet fjallë. Nuk do të doja të përmendim me qenë si jemi në fushat, dhe ndoshta nuk rezonon mirë, ndoshta nuk do në asaj që ta përmendi. Okej, kur je këtu në Kosovë, ku je inkuadru mas pare në luft, në pjesën e Drenicës, me sa kam lexuar në biografi? Po, atëherë kemi qenë të strukturuar në i quanim Pika Arra, në prelëft të komunës së Skenderajt, ndërsa në zonën e përgjithësisë ka qenë ma vonë e strukturuar si brigada 114 Femi Ladrovci. Mas ofenzives shtatorit jam emëru ma ndej si shefi sanitetit në nivel të brigadës 114 Femi Ladrovci. A ke pos personel e kun veç vetë, u kun ku e vështirë? Kun pas personel, 2 infermiere dhe tjertë kanë qenë medik, që ja kemi dhonë trajnime dhe më thonë gjatë luftës, në njësi 2 infermiere, bashkëshortja dhe një kolege tjetër. Bashkëshortja juve? Po, bashkëshortja ime. Okej. Cili ka qenë qaj... Edhe bashkëshortja e shokut tjetër të luftës. Saj momenti, një moment që kujtën e mas shumë që ju ka lanë, adin që ju ka metin kry për shkak, se ka posë sigurisht momentet shumë të rona në luft, edhe kër e keni ponit plagosë, nëse që ka shpetu, ose kanë rrujet, se ka qenë momenti ma i ronë juve si profesionist shëndetësor gjatë luftës së UÇK-s. Vdekja e shokëve mbi atë frontit ose gjatë luftimeve, çuditërisht ka qenë më e lehtë. Bile më kujtohet që shpeshherë ai që mbijetonte edhe i thonim me krenari i bashkë me shëndet lagët e luftës. E di edhe më kujtohet që po ka qenë më e lehtë humbja e ushtarit e shokut, edhe pse ronë sa të thuhet, në krahasim me ato që ka kemi pa dhe përjetu në popullatën civile, për shembull tendenca ime për të reanimuar një grua shtatzon me orë të tona që nuk ja dola, ka qenë një prej gjërave më të dëmshme, njerëz të dekapituar, të shkelur me tonke, fëmijë të vrarë, fëmijë rënd plagosur që s'kemi arrit të reanimojmë, ose 3. Këto kanë qenë momente që përjetësisht, ose deri më sot nuk jam nda për këtyne momenteve të rana. A ku në moment luft që për shkak këtyne sfidave si çdo shtari UÇK-s, edhe jo, që kena thonë, edhe e kena vështirë mi adolë,
Ma dhe mos hupëm luftën. Po, janë momente, me vetë faktin që kemi qenë vullnetarë dhe nuk ka qenë obligative, t'jep me kuptu se vërtet shtytse është një ideal. Ma shumë se çdo incentiv tjetër. Ne nuk kemi pas as ushqim të bollshëm, as municion, as barna, as furnizimet pa ndërprera. Kështu që morali ka qenë determinues, edhe se dashtëm e zdashtëm na kemi besu në fitore ose në vdekje. Edhe në shumicë, o në kondaktarmes, o në gjykësore, kemi pas shkru me o vdekje o liri. Po du me të vetash në kodër të luftës, je këty mas prekoze, edhe gjona ju ke bashku luftës të QK-s, e ke ushtru profesionin e ju, një kësisht e luftore ju QK-s. Na për media qarkullojnë shpesh shumë të rollojnë fotografit e Lulzim Jasharit, që dolin media, po shumica prej tyne që qarkullojnë me persona publik, jenë me ty. A je që shumë i lidhen me ludin, edhe thoi njerëzit që edhe njeri mbaj afërt njëtën publike, është na i mbardisi edhe ko shukun matë mushtë. Në konotacionin politik nuk dua që në asnjë moment edhe në asnjë mënyrë të përdor asnjë emër as më parë familjen e shejt për mu hynore Jashari, ose familje tjera të dëshmorëve, ose vlerat e luftës për përfitime personale e zotëruna meskine. Po thojna për përfitime, thjesht po bëj pyetje për një fakt. Për mu është neri madh, nihem jashtëzakonisht i privilegjuar ku mund të hyj në çdo familje të dëshmorëve, në familje që ne çmujmë dhe i vlerësojmë si vlerat tonë kombëtare, edhe që jemi me fat që kemi jetuar në epokën e tyre. Mas luftës jeni inkuadruar në TMK. Për sa vite keni ushtruar funksione në TMK, edhe qysh e keni po qatë momentin kur u fitu lufta edhe tash ka da dollë dojna me bo ushtrin tonë. Qysh është dhe sej përjetimi i mas luftës në uniformen e TMK-s? Duke pos për asysh i ka pos dhe kufizime, unë miku... Vazhdoj t'jem shtetas Gjerman, kam edhe shtetësinë e Kosovës me të lindur, dhe me njerë mas lufte unë u ktheva në Gjermani. Mas bisedës me disa miq shok dashamire familjar, u binda edhe vetë që më duhet kthejem edhe të vazhdoj kontributin për vendin. Jam kthy si ushtrues detyrë, si drejtor në departamentin për shëndetësi, mirëqenie sociale në komunën e Skënderajit, në qeverinë e përkohshme. Mandej kam kalu në Gardën e Kosovës si oficer shoqërues i komandantit Gardës, General Brigade Nureddin Lushtaku. Për të kalu mandej në grada më të larta si shefi departamentit për marrëdhënie ushtarako-civile në Gardën e Kosovës. Pastaj jam transferu si zavans komandant në batalionin 40 mjekësisë trupave mbrojtjes Kosovës, njësi kjo vartëse e shtabit përgjithshëm të TMK-s, deri në gjybërjen e TMK-s. Mandej ju kum kthy jetës civile, kum specializu në onkologji, kam kryer edhe në onkologji në Pizat Italisë dhe në Shkup të Maqedonisë Veriut. Mandej kam kryer në shkollë të mjekësisë të aviacionit edhe në King's College në Londër dhe jam kthy pak a shumë profesionit për një kohë. Edhe në një institucion privat kam punu shkurt, po prap përmbushja ka qenë te publiku dhe jam rikthy në Departamentin për Zhvillim Strategjik në Ministrinë e Shëndetësisë në vitin 2016 për të bërë sekretar në vitin 2017 në nëntor e deri në gusht të vitit 2025. Domethënë një jeton në shërbim publik edhe në pozita ndryshme. Po kthehna prap te TMK-ja. Qysh e pa zhvillimin e TMK-s mas lufte, kam pas të loshën a këtë edina për shembull Mitrovic, nëse një ushtari të TMK-s u dol ose UÇK-s tani para se më bë TMK me armë, ka pas të loshë me unë mikun. Mandej atë TMK-ja me shumë vështirësi, rrugat e vogla, njerëzit pa perspektivë. S'kishin ku më dol me ato rruga. Qysh e ke po zhvillimin e TMK-s? Edhe këto kum pas si sakrificë, po tuje para po faktin që ish institucioni i vetëm, edhe pse 60-70% të pjesëtarëve të TMK-s kanë qenë ish luftar të UÇK-s, prapë si institucion i bërë me marrëveshje legale dhe legjitime, UÇK-ja është transferu në TMK. Prandaj e kemi pas edhe ndjeshmërinë për këtë organizatë dhe kemi punu me nder. Parimisht edhe mas marrëveshjes Vjenës, edhe mas krijimit të Forcës së Sigurisë Kosovës, Bërthoma
edhe pse ligjërisht thuhet gjbërje, e që ka natyrisht rëndësi dhe pesh politike, për mi knas pak apetitet e disa ndërkombëtarëve dhe fëqinjve tonë, është qujtë gjbërje e TMK-s dhe krijimi FSK-s. Në kuptimin legal, po mirë po. Kuptimin praktik, në kuptimin praktik ka qenë transformim për arsye se 1100 oficer të mesëm dhe të lartë kanë qenë pikërisht nga trupat e mbrojtjes Kosovës dhe kjo është bërthoma reale e forcës sigurisë Kosovës. Edhe pse në kuptimin legal nuk është transformim. Doktor, njëna për veprimtarive t'juve përveç këtyne që i përmende edhe përshët që s'po dënë me përmende që kështë, është që për një kohë je mirë edhe me ndim trajtim fëmijëve jashtë Kosovë, shumë fëmijëve, kom një shumë raste. So raste i këne qënë trajtim jashtë Kosovë dhe cilat ju kënë rezultatet më të mëdhoja që i këne arriti. Prej me njëherë pas përfundimit luftës deri në vitin 2013, kur e kom ndërprej këtë aktivitet si humanist, kam ndërmjetësu dërgimin e rreth 450 pacienta. Për asaj kum numru, se nuk kum majt evidencat në vendet evropiane apo balkanike? Në Gjermani, më pak në Zvicër, e po ashtu në Austri, në hapësirat gjermanfolse. E këto a ke bo si person privat a përmes në organizatë? Si person privat, me individ shok meq nga Gjermania, ku kam jetu, punu dhe studiu, po mandej janë ofru edhe shoqatat ndryshme për cilat mandej ku më ofru asistencë profesionale, po që fëmijët tonë fundprom kam përfitu nga ky rast. Falem për jetë, po s'po më edhe i herë pa u kthye Albin Kurti, janë zgjedhjet e 7 qershorit që shta më pak më mojt. Ku është në rezultatin e lëvizjes vetëvendosje, ako më kthye në shkurti, atë 28 dhjetor, ako më shku më nal. Unë po e them shpesh, unë kam punuar në politika, në hartimin e politikave, po jo me patjetër jam politikan i profilizuar. Ato që mund të them është se dëshmitar gjithë kemi qenë me fjalë të thjeshta e thënë se ne po shkojmë prapë në zgjedhje me keqardhje, për faktin se opozita e shfrytëzoi një normë kushtetuese, e cila jap mundësinë që me bojkot ta çojë vendin në zgjedhje. Mundësitë se cilat janë ofruar për shembull opozitës ka qenë evidente edhe përmes mjeteve të informimit në vazhdimsi, kështu që unë e shoh si të vetmen, ose si të vetmin Albin Kurtin, njeri i duhur për të udhëhequr me vendin. Ako me mujt mja doljaj, sa i posicionan mi mort edhe deputet bashkë me pakicat jo serbe. Unë një 70 vet, edhe një 10 ata të 10 me kryqit punën e presidentit e me dollë për i stingërsi. A pret një edhe jo të i kalim të rezultatit 28 dhjetorit? Për mua është që është jo relevante lista srpska, për mua është që jo determinuese që është ka qenë në të kaluarën janë minoritarët serbë, përgjithësi qoftë lista srpska ose tjerë. Për mua shumë rëndësi që nuk ka evidenca mbi favoret meskine, mbi favoret individuale, mbi favoret e grupacioneve të ndryshme që përfitojnë në korrez të popullit. Këto janë e kaluar, mendoj. Edhe një prej arsyeve pse besojnë liderin është kjo. Lideri Albin Kurti nuk po dënë me bo koalicion me Kërkanaj, po të dadin të adhok. Ne bimi dëamna, bimi knejna, qysh me dollë prit soj situate, a besën të si me zjetë e 7 qershorit, këna me mujt me dollë se po proklamojnë edhe opozita në të nëndë ka pak që apet në vjesh zjedhja. Pikrish këtë desha të dhe. Opozita është ajo që po kërcënën prapë me shkuarje në zjedhja. Ajo, po të damë në një pjesë që ato edhe s'po shkujna. Jo, të kalumin e keni pa që Kryeministri Kurti i ka ofru nëse konsiderohet kur që 4 ministria dhe zëvendës kryeministrin, mandej kryeparlamentarin. Ata pak PKP-s, a pëdinë po munin bashkë vetë me vendus, je i kmetja. Që ka me bota është lideri me shku mi rregullu ata me zveti, që ata me arte kompromisi. Lideri jem, adin me shku mi në rejës LDK-n, që ata mu bo kundërshtar denjë. Sa shpëtoj një bashku me vjusën, është adin, po mu ja doldin me bashku, po mu po më duket që ta shve që ndonë 3 pjesë krejt.
Unë mendoj edhe shpresoj që qeverisja Kurti 4 nuk do të ketë ndalur, nuk do të ketë më hapësira qofshin norma kushtetuese apo tjera ligjore që do të mund të pegojnë formimin e qeverisë Kurti 4. Në pyetjet fundit, në fakt është një kërkesë për një mesazh për tritës të vendit në njëre që krejt karrierën tonë ka pas një jetë publike në hartim politika, edhe tash në inkuadrim në parti politike më saksisht nga organizatore, çka këshim jo thonë trive që nuk shohin pak perspektivë për istuhet, edhe dojnë me ecë jashtë, edhe thonë, hajse këtu s'po bojnë apore shpejt, jashtë atje i gjojnë ana për rrugë. Okej, si person, si individ, përderisa kam pas të zgjedhur problemin, përderisa jetoj në Gjermani edhe kisha leje qendrën për hershëm, sot kam shtetësi, vërtet i këshilloj që ta duan vendin dhe të qëndrojnë vendin e tyne. Ajo tjetra që këshilloj është se mrekullinat nuk mund të bëhen me një ekonomi të pazhvillume. Do më thonë, çfarë mrekullina ban kur nashta je i pazhvillum, e kini buxhet, po e qeveris mirë qatë buxhet, prandaj vjen një gjak social. Profesionistat edhe rinia duhet më ofru qeverisjes, duhet me kritiku qeverisin, duhet me majt një qeverisje të mirë edhe llogaridhënëse ndaj publikut, derisa ta përjetojmë një zhvillim më të mirë ekonomik, e që ky zhvillim ekonomik ka më u kthy edhe rinis tonë në të mirë. Ma shumë gjak social edhe për kushtim edhe me dashur vendin. Zotin Naim Bardisi, faleminderit shumë se ishe mësafer, shpresoj na si këna më po dhe në emisione të ardhmen. Unë ju falenderoj juve për mundësinë, kënaqësia ishte ime. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, shihme në emisionin e ardhshëm. Faleminderit shumë.